Kur e thirrën në telefon, i thash mam, u kry amaneti. Edhe pak ky vendim. Po, pra siç e pa sot në seancë ishte edhe babi. Mami nuk mundi me qenë prezent për shkak të mërzisë që e kishte. Dhe kur e thirrën në telefon, i thash mam, u kry amaneti, shoqërtash Liridona prehet në paqe. Ky vendim është për ty, edhe për fëmijët e Liridonës. Më tha që t'ju falenderoj secilin veç e veç për krejt punën edhe angazhimin që e keni bërë. Dhe shpresoj që ta shëtutje edhe ata sadopak të ndihen më të lehtësuar, sepse me të vërtetë ishte një vendim i drejtë, duke pas parasysh dhimbjen dhe gjithë ata që kemi kaluar. Shumë emocional, edhe si rrëfim edhe si ato pamje që i pam sot gjatë ditës, teksa edhe shqiptoi dënimi, emocionet derisa e prisnit dënimin me burgim të përjetshëm, apo jo? Po e prisnim, domethënë me avokatin kemi pasur vazhdimisht komunikim kështu me radhë, por edhe shumë të sigurt nuk është se jeshim, domethënë se çfarë vendimi do të vjen. Ne e dinim sepse vetëm dënimi me burgim të përjetshëm është dënimi adekuat, por ne nuk ishim trup gjykues që ta japim atë dënim, por po besoj që edhe trupi gjykues e japi atë se çfarë shihet në prova dhe se çfarë krimi makabër kanë bërë. Avokat,